Pesticidet e dëmshme për shëndetin të ndaluar në Bashkimin Evropian, por që qarkullojnë lirisht në Shqipëri dhe as salmonella helmuese nuk e bëjnë qeverinë, përkatësisht ministren e bujqësisë Anila Denaj dhe AKU të lëvizin nga vendi. 27 ton fileto pule të prekura nga salmonella ka hyrë në portin e Durrësit. Këtë e konfirmon zyrtarisht edhe AKU. Kjo agjenci pretendon se ka rënë në gjurmë të salmonelës që ndogan e portit, por nuk ka kryer detyrën për bllokimin e menjëhershëm të mallit. Pra, një pjesë e madhe e kësaj sasie ka hyrë në treg. Ka pasur dije gjithë ditën raportime për këtë situatë, për shkak të mungesës së transparencës dhe papërgjegjshmërisë kriminale të ministres Denaj, versionet janë të ndryshme. Por askush nuk e mohon që mishi me lëndën helmuese ka mbërritur në marketet dhe shtëpitë e qytetarëve. Ky është një skandal shumë i rëndë. Autoritetet tona së pari kanë reaguar me vonesë për kryerjen e analizave finale dhe më e keqja kanë lejuar produktin të konsumohen nga shqiptarët. Meqense as dëmtimi i shëndetit të qytetarëve nuk është arsye për zonjën Denaj që të mbajë përgjegjësi, madje të bëjë transparencë e të largohet një orë më parë nga ajo detyrë, ne i themi sot prokurorisë që nëse vërtet kërkon të bëjë e të mbrojë qytetarët, duhet të heqë dorë nga ndjekja e keqbërësve të vegjël, por të shkojë drejt e në zyrën e ministres së bujqësisë. Siguria ushqimore do të vendoset më 11 maj me votën e qytetarëve.